Unë besoj se programi i Partisë Socialiste është shumë kompleks dhe nuk mund ta evidentoj me një pikë të fortë, po kundrejt të gjitha pikave që programi mbart, ne kemi shumë pika eksponent pozitiv kundrejt tërësisë të programit. Po unë qose du të kthehem pak më lokale, për Shkodrën ka 8 investime strategjike, cilat një pjesë për tyre kanë nisë, dhe një pjesë ndoshta janë edhe drejt përfundimit, po pjesë tjetër që po planifikohen. Gjitha këto investime besoj se po japin Shkodrës vëmendjen e duhur për ta kthyer Shkodrën në një kryeqendër rajonale dhe një nyje lidhse jo vetëm për Shqipërinë, po për të gjithë Ballkanin. Janë dy Autostrada Adriatiko-Jonjane, e cila është një kërkesë edhe e madhe që ka ardhur nga banorët e komplet qarkut të Shkodrës për lehtësimin e transportit, po është pastaj rruga rruga që lidh Shëngjinin me Velipojën, që besoj se është një ndër rrugët më të bukura dhe piktoreske që ka Shqipëria, dhe kjo përtej gjithë modestisë, përtej gjithë dashamirësisë që unë kam për Shkodrën. Pastaj kemi rrugën e Shirok-Zogaj, është rruga e Komanit, rruga e Dugaxhinit, janë dy hekurullat që lidhin Shqipërinë me Shkodrën konkretisht me Kosovën edhe me Malin e Zi. Janë gjitha këto investime, besoj, infrastrukturore, cilat përkthehen në një vëmendje të jashtëzakonshme, po edhe përkthehen në aspekt pastaj edhe ekonomik, sa i përket qarkut të Shkodrës.